Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Adiyat, zbritur në Mekë, ajete 11. Përmbajtja e surës El Adiyat. Ka mendime të ndryshme midis komentuesve për vendin e zbritjes së surës El Adiyat. Shumë komentues këtë sure e konsiderojnë mekase, disa të tjerë e konsiderojnë medinase. Ajetet janë të shkurtra, ekzistenca e betimeve dhe mbështetja te çështja e ringjalljes janë shenja që vërteton se surja është mekase, por nga ana tjetër kuptimi i këtyre betimeve e çështja e xhihadit, të cilën do ta qartësojmë dhe do ta komentojmë më poshtë, si dhe transmetimet, thonë se kjo sure ka zbritur pas luftës Dhatus Selasil, që ka ndodhur në vitin e 8 të Hijretit. Në këtë luftë u kapën në robër shumë jo besimtar, ata i kishin lidhur fort me litar, ndaj dhe emri i luftës u vendos Dhatus Selasil. Këto fakte dëshmojnë se kjo sure është medinase, edhe nëse betimet e fillimit të kësaj sureje janë mbikëqyrëse të lëvizjes së Hexhaxhit drejt Minas dhe Masherit, përsëri ka përputhje me Medinën. Është e vërtetë se rituali i haxhit ishte i njohur edhe tek arabët xahil, sepse ata ndiqnin sunetin e profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ata këtë ritual e kishin përzier aq shumë me legjenda sa që duket e pamundur që Kurani të betohet në të. Duke parë të gjitha këto raste, ne japim më shumë rëndësi faktit se kjo sure është medinase. Teksti më sipër gjithashtu sqaroi edhe përmbajtjen e sures që në fillim betohet, më pas flet për një pjesë të dobësive të njeriut, sikurse është kufri, kopratësia si dhe adhurimi kësaj bote. Më pas e përfundon suren duke folur shkurtimisht për çështjen e ringjalljes dhe dijen gjithëpërfshirëse të Allahut ndaj robëve të tij. Mirësitë e leximit të surës El Adiyat. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: çdo kush që e lexon këtë sure do të marrë 10 fishin e mirësisë sa gjithë pelegrinët e haxhit që kanë qëndruar natën e Kurban Bayramit në Muzdalife. Në një hadith tjetër të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: çdo kush që lexon surën El Adiyat duke pasur vëmendjen tek ajo, në ditën e Kiametit Allahu do ta ringjallë atë me prijesin e besimtarëve Ali ibn Abu Talibin, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe do të jetë në radhët e tij e të shokëve të tij në atë ditë. Në disa transmetime kuptohet se surja El Adiyat është sa gjysma e Kuranit. Është e qartë se të gjitha këto mirësi arrihen nëse lexojmë vazhdimisht suren duke kuptuar dhe duke zbatuar atë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lashahid, wa innahu li hubbil khayri lashadid. Afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur, wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për ata kuaj që vrapojnë duke dihatur, që nxjerrin nxiza nga thundrat dhe trokojnë për sulm në mëngjes duke çuar re pluhuri, ndërsa çajnë armikun në dysh, se njeriu është vërtet mos mirënjohës ndaj Zotit të vet. Dhe ai padyshim këtë e dëshmon, vërtet ai është i babzitur për pasuri. Vall, a nuk e di ai se kur të nxirren jashtë ata që gjenden në varre dhe kur të dalën në shesh ajo që është në gjokse, Zoti i tyre me siguri atë ditë di çdo gjë për ta. Shkaku i zbritjes. Në hadithe të ndryshme thuhet se kjo sure ka zbritur pas luftës së Dhatus Selasil. Ngjarja ishte e tillë: në vitin e 8 të Hijrit e lajmëruan profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se janë mbledhur 12.000 kalorës në tokën e Yabisun dhe kanë dhënë besën që të vrasin të dërguarin e Allahut dhe Imam Aliun, duke shpresuar se kështu do të zhdukin xhamatin musliman që të mos ketë më asnjë musliman. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nisi disa shokë të tij që të bisedonin me ta, që të largoheshin, por bisedimet nuk patën sukses dhe shokët u kthyen. Kështu që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nisi për luftë. Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, me një grup të madh nga muhaxhirët dhe ensarët, ata lëvizën me shpejtësi drejt vendit ku po qëndronin armiqt. Kur armiqt mësuan se drejt tyre ishte nisur Ali ibn Abu Talibi, paqja e
Zoti qoftë mbi të, u bën gati të luftonin me të. Imam Aliu paqja e Zotit qoftë mbi të së pari përshëndeti me paqe, por ata nuk e pranuan përshëndetjen, ata donin vetëm të luftonin. Imam Aliu paqja e Zotit qoftë mbi të pranoi gjithashtu kërkesën e tyre që lufta të niste të nesërmen në mëngjes. Ai i përgatiti kalorësit dhe të nesërmen në mëngjes herët nisi luftën. U vran shumë jo besimtar, fëmijët e gratë i zonë robër dhe mallin e tyre e morën. Në këtë mënyrë zbriti Surja El Adiyet, ndërkohë që ushtria islame nuk ishte kthyer akoma në Medinë. Atë ditë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në namazin e mëngjesit recitoi këtë sure. Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mbaroi namazin, shokët i thanë se këtë sure nuk e kishin dëgjuar më parë. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: "Po, Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, doli fitimtar ndaj armiqve dhe Xhibrili mbrëm më dha lajmin e mirë duke më sjell këtë sure." Pas disa ditësh Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, u kthye në Medinë së bashku me shokët, robërit dhe me plaçkën e luftës. Disa janë të mendimit se ky është një shembull i qartë i ajetit dhe jo shkaku i zbritjes. Komentimi: betimi në mujahidinët vizionar. Tham se kjo sure ka nisur me betime që zgjojnë njeriu së pari betohet për kuajt, betohen për ata kuaj që vrapojnë duke dihatur. Betimi është për devet e haxhinëve që lëvizin nga toka e Arafatit në Mesharul Haram dhe që aty lëvizin për në Mina. Fjala El Adiyet është shumë si fjalës Adije dhe rrjedh nga rrënja e fjalës El Adu. Kuptimi i saj është të vendosësh dhe të ndash, ndarja mund të jetë me zemër, gjë të cilës i thon adavet, ose mund të jetë në lëvizje të jashtme dhe e quajnë adu, me kuptimin vrapoj, po ashtu ndonjëherë kur bëhet ndonjë marrëveshje transaksioni, atë e quajnë eludawan, që edhe në këtë rast ka për qëllim vrapimin me shpejtësi. Fjala debhun ka kuptimin e zërit të frymarrjes së shpejtë që në kohën e vrapimit e dëgjojmë ose na vjen në vesh zëri i frymarrjes. Ashtu sikurse u citua edhe më lart, ekzistojnë dy mendime. Mendimi i parë i komentuesve është se qëllimi i këtij ajeti është për kuajt që ecin me shpejtësi drejt sheshit të xhihadit, për shkak se xhihadi është një urdhër i shenjtë, edhe kafshët që luftojnë në këtë rrugë konsiderohen të shenjta, ndaj edhe ato vlerësohen saqë betohen në to. Një tjetër komentim i këtij ajeti thotë se betimi është për devet, të cilat lëvizin me shpejtësi përgjatë kryerjes së një prej farzeve që ka caktuar Allahu për haxhin, për shkak se devet kanë disa mirësi të shenjta, edhe betimi është bërë për to. Ibn Abasi transmeton se ishte i ulur në Qabe pranë Hexheru Ismail, një burr u afrua dhe e pyeti për ajetin Wal Adiyati Dhabha. Ai tha se ka për qëllim kuajt që sulmojnë në rrugën e xhihadit dhe kthehen në vendin e tyre si të ishte natë, si të ishte ditë, gjithashtu ka të bëjë me ushtarët që ndezin zjarr dhe përgatisin ushqim për veten e tyre. Ai burr u largua nga Ibn Abasi dhe vajti pranë Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Imam Aliu ishte ulur pranë burimit të ujit Zemzem. Burri e pyeti po për këtë ajet. Imam Aliu i tha: "Ke pyetur njëri tjetër për këtë ajet para se të vish tek unë?" "Po, kam pyetur Ibn Abbasin", tha, dhe përgjigjja e tij ishte kjo: "Qëllimi i këtij ajeti është të tregojë vlerën dhe rëndësinë e kuajve në luftë." Imam Aliu tha: "Shko dhe ma thirr Ibn Abbasin të vi pranë meje." Kur arrita pranë tij, ai tha Ibn Abbasit: "Si jep fetva për një gjë që nuk e di në rregull? Lufta e parë islame ishte lufta e Bedrit dhe ne në atë luftë patëm vetëm 2 kuaj. Një e kishte Zubejri dhe tjetrin Mekdadi. Atëherë si mundet që fjala Adiyet të ketë kuptimin kuajt? As nuk ka për qëllim devet që shkojnë nga Arafati në Masher dhe nga Masheri në Mina." Ibn Abasi thot: "Kur dëgjova këto fjalë ktheva mendje nga mendimi im dhe pranova mendimin e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të." Ekziston edhe një tjetër mundësi interpretimi për kuptimin e fjalës Adiyet, për shkak të kuptimeve të shumta që ka, në të përfshihen edhe kuajt edhe devet e xhihadistëve. Transmetimi më sipër tregon se kuptimi i fjalës Adiyat nuk duhet të kufizohet vetëm te kuajt, sepse ky kuptim nuk është i drejtë në të gjitha vendet, ka kuptim të qartë edhe për devet e haxhinëve. Ky komentim është më i përshtatshëm. Më tej shton që nxjerrin xixa nga thundrat. Kuajt e xhihadistëve ecin aq shpejt drejt mejdanit sa që thundrat e tyre nxjerrin xixa kur përplasen në gur, ose devet që ecin me shpejtësi kur këmbët e tyre hasin gur ose poshtë këmbëve kanë gur, ato hidhen. Për shkak të fërkimit të këmbëve me gurët krijohen shkëndija dhe xixa.
ose fiset dhe grupet që nisen për haxh gjatë rrugës ndezin zjarr për të siguruar ushqim, ose mund të jetë ndonjë njeri që nisë zjarrin e luftës, ose gjuhët që me fjalët thumbuese ndezin zjarrin në zemër të armikut, ose mund të jetë dikush që sipas disa komentuesve përpiqet shumë për të ndihmuar njerëzit në nevojë, ata e arrin qëllimin e tyre ashtu sikurse zjarri del nga guri. Por të gjitha këto variante janë shumë larg kuptimit të ajetit, sepse ajeti në pamje të jashtme ka kuptimin e dy komentimeve të para. Fjala El Murje është shumë si fjalës Murjeton dhe vjen nga rrënja El Ira me kuptimin ndez zjarr. Fjala El Kedhu ka kuptimin e nxjerrjes shkëndija dhe xixa zjarri kur goditet guri. Në betimin e tretë thotë dhe trokojnë për sulm në mëngjes, arabët kanë pasur si traditë që të shkojnë ta sulmojnë armikun në mëngjes herët. Këtë gjë e thotë edhe Tabrasi në tefsirin e tij Mejmaul Bayan, arabët nisen shumë herët, pak dhirë që të sulmojnë në mëngjes herët armikun. Sikur se lexuam për shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve, luftëtarët mysliman më në krye udhëheqësin e tyre Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, u nisën natën pak dhirë, kur arritën pranë vendit ku ndodhej armiku, ngritën çadrat dhe në të gdhir sulmuan. Nëse këto betime do t'i konsiderojmë se janë bërë për devet e haxhinve, atëherë ajeti ka për qëllim të tregojë futjen e karvanit deveve në mëngjesin e Bajramit nga masheri në Mina. Fjala El Mughirat është shumë si fjalës Mughirotun dhe vjen nga rrënja e fjalës El Igara dhe ka kuptimin sulm ndaj armikut. Por për shkak se ndonjëherë sulmi konsiderohet si marrje e mallit të tjerëve, ndonjëherë kjo fjalë në gjuhën perse përdoret si sulm dhe si marrje e mallit të tjerëve. Komentues të tjerë janë të mendimit se bëhet fjalë për sulmin me kuaj, por përdorimi i fjalës tregon më së miri se nëse që në fillim do të ishte ky kusht, atëherë do të ishte vështirë dal ngadal me kalimin e kohës. Ndërsa mendimi se qëllimi i fjalës Mughirat sulm ndaj armikut në këtë rast është për fiset që sulmojnë dhe nisen me shpejtësi drejt sheshit të luftës apo drejt Minas është i largët, sepse ajeti Wal Adiyati Dhabha sigurisht që është përshkrues për kuajt dhe devet dhe jo për pronarët e tyre, është vazhdimësia e saj që u tha më lart. Më tej flitet për një cilësi tjetër të mujahidëve dhe kafshët që ata përdorin për luftë, duke çuar re pluhuri. Devet e haxhinve duke ecur nga Mesharul Haram drejt Minas ngren pluhur. Fjala e thërne vjen nga rrënja e fjalës El Ithara dhe ka kuptimin shpërndarje dheut apo e pluhurit. Gjithashtu ka edhe kuptimin tronditje, në disa raste është përdorur me kuptimin e përhapjes së valve të zërit në natyrë. Fjala Nekeu ka kuptimin pluhur dhe origjina e rrënjës së kësaj fjale i është referuar pluhurit. Nekeun i thuhet edhe ujë të ndenjur, më tej kur flet për cilësinë e fundit të tyre thotë, ndërsa çajnë armiku në dysh. Sulmi i tyre i gjen ata të papërgatitur dhe të pavëmendshëm, saqë me sulmin e parë ata e çajnë armiku në dysh. Ky pra është përfundimi dhe rezultati i shpejtësisë që ata kanë. Në këtë rast shikohet trimëria dhe gatishmëria e tyre. Një mundësi komentimi është, mund të jetë cituar hyrja e haxhinve nga masheri në zemrën e Minas. Komentues të tjerë janë të mendimit se ky ajet ka për qëllim të tregojë se armiku është i rrethuar. Ky komentim është i saktë nëse fjala thewasatna të lexohet me teshdit, pra të lexohet sini dy herë, ndërkohë që leximi i njohur i kësaj fjale është pa teshdit. Ndaj dhe kuptimi dhe komentimi i parë është më i saktë. Duke i përmbledhur të gjitha ajetet, arrim në këtë përfundim. Betimi për kuajt është për ata që vrapojnë në sheshin e luftës, që për shkak të shpejtësisë prej thundrave dalin shkëndije xixa zjarri. Ata janë luftëtarë që ngrihen dhe sulmojnë po natën. Ata thyejnë errësirën për t'u afruar pranë vendit armikun e gjen të papërgatitur. Kur zbardh dita, ata sulmojnë. Sulmi i tyre është aq i fortë, saqë vendi mbushet me pluhur dhe tym. Si përfundim, ata sulmojnë dhe e çajnë armikun në dysh. Betimi është për kuajt e fuqishëm. Betimi është për kaloruesit trima. Betimi është për frymëmarrjen që bëjnë kafshët e kaloruesve gjatë sulmit. Betimi është për shkëndijat që lëshojnë nga këmbët kuajt. Betimi është për sulmin e papritur. Betimi është për pluhurin që ngren kur sulmojnë. Dhe në fund betimi është për ata që e gjejnë armikun në befasi dhe sulmojnë duke çarë atë në dysh, edhe pse të gjitha këto që u thanë nuk kanë ardhur në kuptimin e betimeve, ato nën kuptojnë të njëjtën gjë sepse janë të lidhura me njëra tjetrën. Këtu qartësohet fakti se xhihadi ka madhështi të madhe, që edhe frymëmarrja e kuajve dhe xhihadistëve është për t'u përgëzuar me betim, gjithashtu shkëndijat që ata krijojnë përgjatë ecjes, si dhe tymi dhe pluhuri që ata ngren shpërndahet në të gjithë vendin, edhe tymi është skenë luftës me shumë vlerë dhe madhështi. Disa thanë se qëllimi këtyre betimeve ka mundësi
pasi të jetë shpirtëror për t'u transmetuar të tjerëve përsosmërinë, gjithashtu edhe shkëndijat janë për të shfaqur punët e mira të cilat pushojnë mendjen dhe egun e njeriut, në këtë mënyrë ata shpërndajnë vëmendjen dhe dashurinë hyjnore. Si përfundim ata zënë vend në zemrat e pastra që kanë arritur përsosmërinë. Është fare e qartë se këto që u thanë nuk mund t'i marrim si komentim të ajeteve më lart, por këto janë mendime që lindin në mendjen tonë. Pas gjithë këtyre betimeve të mëdha, arrim në përgjigje të betimeve se përse u betuan, pse u kujtuan për ta. Njeriu nuk e falënderon sa duhet Allahun e madhëruar për atë që i ka dhuruar, është koprac, se njeriu është vërtet mosmirnjohës ndaj Zotit të vet. Ai njeri i paedukuar që në zemrën e tij nuk ka vend për dijen hyjnore dhe të profetëve, si dhe nuk i është dorëzuar së vërtetës, por i është dorëzuar egos dhe epshit, sigurisht që është njeri koprac. Fjala kenud përdoret për tokën shterp që nuk mbin gjë, edhe njeriu që nuk falënderon dhe është mosmirnjohës i thon kenud. Komentuesit për fjalën kenud kanë thënë kuptime të shumta. Ebul Fettuh Ar-Razi për këtë fjalë ka transmetuar për afërsisht 500 kuptime. Në përgjithësi kjo fjalë ka degët dhe gjethet e kuptimit kryesor që i tha më lart. Disa nga kuptimet e fjalës kenud janë: 1. Kenud është ai person që tëmetat i numëron 1 nga 1, ndërsa mirësit i haron. 2. Kenud është ai person që mirësitë e Allahut i dëshiron dhe ushqehet prej tyre, por të tjerët i ndalon të ushqehen me to. Ashtu sikur thuhet në hadithin e të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e dini cili është kenud? Allahu dhe i dërguari i tij janë në dijeni, u përgjigjen të pranishmit. Kenud është ai që ushqehet vetëm për vete dhe nuk u fal të tjerëve, njerëzit që ka poshtë vete si qëllon, tha i dërguari i Allahut. 3. Kenud është ai që nuk ndihmon shokët kur kanë probleme. 4. Është personi që mirësitë e tij janë shumë të pakta. 5. Është personi që kur ka në dorë ndonjë mirësi largohet nga të tjerët dhe kur ka problem vetëm ankohet. 6. Është personi që mirësitë e Allahut i shfrytëzon vetëm për të mëkatuar. 7. Është ai njeri që e mohon mirësinë e Allahut. Ashtu sikurse edhe tham, të gjitha këto kuptime kanë ngjashmëri dhe janë të përafërta, sikurse degët e gjethet e pemës. Kuptimi më i përafërm është kopraci dhe jo falëndërues. Interpretimi i fjalës insan në të tilla raste ka kuptimin e njerëzve që janë egoist, kokfort, tiran e të tjerë. Disa komentues atë e kanë komentuar për njerëzit qafir, jo besimtar, sepse myslimanët nuk janë të tillë, janë të shumë personat që falënderojnë për gjithçka që kanë, ndërsa jo besimtari nuk falënderon asnjëherë. Gjithashtu ka njerëz që për shkak të besimit të tyre ndaj Allahut kanë hequr dorë dhe janë larguar nga e liga dhe nga kooperacia, ka prej tyre që kanë arritur grad të lartë. Më tej shton dhe ai padyshim këtë e dëshmon. Njeriu e njeh veten e tij, nëse njeriu i fsheh cilësitë e brendshme të tjerët, nuk mund t'i fsheh para Allahut, edhe nëse e pranon apo nuk e pranon këtë të vërtetë. Disa komentues thanë se fjala innehu kthehet te Zoti, që do thosë se Zoti është dëshmitar për kooperacinë e njeriut, por duke u bazuar tek ajetet e mësipërme dhe duke e parë se zanoret e ngjashme në këto ajete kthehen te fjala njeri, atëherë ky komentim është shumë larg kuptimit të vërtetë të ajetit, edhe pse shumë komentues e kanë konsideruar si më të drejtin. Një tjetër komentim i dhënë thekson dëshminë e njerëzve ndaj mëkateve dhe mangësive të tyre në ditën e Kiametit, sikurse dhe përftohet prej shumë ajeteve kuranore. Ky komentim nuk ka asnjë argument, sepse ajeti ka kuptime të shumta që na tregon edhe një herë për mosbesimin e tyre dhe kooperacinë që i përfshin ata në këtë dynja. Është e vërtetë që njeriu ndonjëherë është i pafuqishëm për të njohur vetveten, ndonjëherë gënjen mendja duke i zbukuruar punët që bën. Këto gjëra që bën njeriu në pamje të parë duken të bukura sepse është shejtani që i zbukuron, por jo besimtarët. Kjo gjë është e qartë dhe nuk mund të mbulohet apo të gënjehet vetvetja. Përsëri në ajetin tjetër shton vërtet ai është i babzitur për pasuri. Kjo dëshirë e tepruar për të pasur pasuri dhe mall bëhet shkak i kooperacisë, i indiferentizmit, i mosmirnjohjes, i mohimit të Zotit. Faktikisht fjala khair ka kuptim të gjerë, në të përfshin çdo lloj mirësie dhe bamirësie. Sigurisht që dëshira për punë të mira, sikurse është dija, të mësuarit, devotshmëria, xheneti dhe lumturia, nuk përfshihen në atë që u tha më lart, ndaj dhe komentuesit në këtë rast e kanë komentuar me kuptimin el-malu, pasuri që të jetë e përafërt edhe me pozitën edhe me ajetin e mësipërm i cili dëshmon për të. Gjithashtu disa ajete të tjera të Kuranit, sikurse është edhe ajeti 180 i surës El-Baqara, e trajtojnë këtë çështje. Ju është urdhëruar që nëse ndonjërit prej jush i afrohet vdekja dhe ka pasuri për të lënë pas, atëherë të lërë testamentin në mënyrë të drejtë për prindërit dhe farefisin. Ky është detyrim për besimtarët e devotshëm. Sigurisht që në këtë rast fjala khair përfshin edhe fjalën el-malu, pasuri, sepse është gjë e mirë në sasinë e duhur. Gjithashtu mund të jetë mjet i llojeve të
mirësive dhe bujarive, por njeriu kopratës dhe mohues e ka ndaluar atë nga qëllimi kryesor dhe e shtyn në rrugën e kopratësisë, të ligësisë e të indiferentizmit. Ky njeri nuk falënderon për mirësitë që janë dhënë. Mëtej Allahu me një fjali pyetës se mohuese thot: "Vall, a nuk e di ai se kur të nxirren jashtë ata që gjenden në vare? Kur qartësohet dhe del në dritë ajo çka është brenda tyre, qoftë mosbesimi, kufri, sinqeriteti, mburja, mendjemallësia, thjeshtësia, nijetet e mira dhe të këqija. Në atë ditë Allahu është në dijen të veprave të tyre dhe sipas veprave do të marrin atë çka meritojnë. Dhe kur të dalë në shesh, ajo që është në gjokse, Zoti i tyre me siguri, atë ditë di çdo gjë për ta." Fjala buathira vjen nga rrënja e fjalës el-buathiratu dhe ka kuptimin të vendosësh poshtë diçka dhe të nxjerrësh në pah atë çka fsheh. Kur do të ringjallen të vdekurit, varet do të kthehen nga një krah në krahun tjetër dhe çka ka brenda tyre do të dalë në shesh, pra do të qartësohet. Ky lloj interpretimi i ajetit të mësipër më shpërdorur për ditën e ringjalljes, tok fjalëshi ma fil kubur tregon gjendjen e të vdekurve që janë akoma në ndhe, pra të varosur ose për shkak të paqartësisë që ata kanë, sepse nuk është e qartë se cilët persona janë poshtë vareve. Fjala kubur është përdorur për njerëzit që kanë vare, që u dihet vari sepse një pjesë e njerëzve nuk kanë vare, për shembull ata që mbyten në det dhe nuk gjenden, ose varet e disave pas një periudhe kohe zhduken ose prishen. Nuk ka ndonjë kundërshtim apo paqartësi që fjala var mund të ketë kuptim të gjerë, si për shembull vendi ku njerëzit kanë vendosur derat e tyre, edhe pse në pamje të jashtme nuk është si vari i zakonshëm që është për njerëzit. Fjala husile vjen nga rrënja tahsil dhe ka kuptimin nxjerr jashtë, të nxjerrësh bërthamën nga lëkura, gjithashtu edhe kur kromi pastrohet dhe kur mineralet e tjera pastrohen e prej tyre nxirret kloriri apo argjendi merr të njëjtin kuptim. Në një kuptim tjetër, më të gjerë, kjo fjalë është përdorur për nxjerrjen apo zbulimin e diçkaje që është e lejuar. Në ajetin për cilin po flasim ka kuptimin e ndarjes ose të shoshitjes së punëve të mira dhe të liga. Punë që janë të fshehura brenda zemrave të njerëzve, qofshin këto prej të mirave si besimi, devotshmëria, cilësitë e mira, nijetet e mira apo të liga, të gjitha këto në atë ditë do të dalin sheshit ku secili do të marrë shpërblimin apo ndëshkimin e tyre. Në ajetin 9 të surës At-Tariq thuhet në ditën ku do të shfaqen ato që janë të fshehura. Fjala yawma idhin mbështetet te kuptimi fakti se në atë ditë Allahu është në dijen të veprave dhe të së fshehtës që njeriu mendon se nuk e di kush të fshehtën, por Zoti i madhëruar është gjithmonë në dijen të veprave dhe qëllimeve tona, ndaj dhe atë ditë e quajnë dita e dhënies së llogarisë, të gjithë do të japin llogari sipas veprave dhe besimit. Sipas mendimit të disa komentuesve, ky interpretim ngjan me një person që të kërcënon duke i thënë: "Së shpejti do të arri edhe te ti." Në të vërtet ka për qëllim që së shpejti do të dënoj dhe do të shikosh përfundimin tënd. Allahu është gjithmonë në dijeni të veprave dhe të punëve tona. Dija e tij është e gjithanshme. Në ditën e Kiametit do të qartësohet se kush do të marrë shpërblim dhe kush do të dënohet. Për njeriu është paralajmërim që të zgjohet dhe nëse ka besim në atë ditë, para atyre do të shfaqet një digë e madhe ku në një anë qëndrojnë mëkatet e fshehta dhe të dukshme, kurse në anën tjetër ndikimi edukativ që në atë ditë nuk ka përqendruar i fshehtë për asnjë njeri. Hulumtime. 1. Lidhja dhe marrëdhënia që kanë këto betime me qëllimet e tyre. Ndër pyetjet që lindin për këtë surë është lidhja dhe marrëdhënia midis betimeve dhe kuajve të xhihadistëve, luftëtarëve në fjalinë se njeriu është vërtet mosmirënjohës ndaj Zotit të vet, duke bazuar te ajetet e Kuranit. Ekziston një shoqërim dhe lidhje midis ajeteve dhe betimeve, si dhe betuesi ndaj asaj që është betuar. Elekuenca dhe lartësia të shprehurit të Kuranit e ka një gjë të tillë, ajetet që diskutuam mund të kenë edhe një lidhje të tillë, që Kurani thotë do të gjenden njerëz që janë bamirës që në rrugën e Allahut do të luftojnë pa pasur asnjë pretendim, ata çdo gjë do ta japin në rrugën e Allahut. Në këto kushte si mundet që disa prej tyre të jenë kopracë dhe nuk falënderojnë për mirësinë e Allahut, përse nuk janë bujar në rrugën e Allahut? Është e vërtetë që betimi është bërë për kuajt, por ne e dimë rëndësinë që ata kanë, ata janë mjet për luftëtarët. Në të vërtetë betimi është për luftëtarët në rrugën e Allahut, gjithashtu edhe nëse betimi është për devet e haxhinjve dhe vizituesve të shtëpisë së Allahut, ka po të njëjtin kuptim. Të tjerë komentues janë të mendimit se lidhja që shkaktohet midis tyre, pra midis kafshës dhe njeriut që do ta kalorojë atë, është e fortë pasi të dy ecin me shpejtësi drejt së vërtetës dhe rrugës së drejtë. Pra ti o njeri, pse nuk bindesh, pse nuk i dorëzohesh Allahut, ti që je krijesa më e mirë dhe ke përparësi më të madhe se të gjitha krijesat e tjera? Komentimi i parë është më i përshtatshëm. 2. Njeriu nga natyra është koprac. Ka persona që fjalinë se njeriu është vërtet mosmirënjohës ndaj Zotit të vet e përdorin për të treguar se njeriu është koprac dhe nuk falënderon për ato që janë dhënë. Më tej lind pyetja, si mund të jetë e përshtatshme dhe e perceptueshme një gjë e tillë?
kur ne ftohemi të jemi falëndërues dhe bujar. Në shumë ajete të Kuranit jepet e njëjta situatë me këtë pyetje ku njeriu e përshkruan të dobët dhe me mangësi. Në disa vende njeriu përshkruhet si dhunues dhe ignorant, në një tjetër përshkruhet me pak kapacitet. Në një tjetër vend e përshkruan si të zhgënjur dhe jo falëndërues. Në vende të tjera atë e përshkruan si tiran. Në të vërtetë të gjitha këto që u than janë në natyrën e njeriut, edhe pse Kurani vërteton se bita Ademit i ka nderuar dhe i ka respektuar ndaj të gjithë krijesave duke përzgjedhur dhe duke i falur atij moralin më të mirë. Në të vërtetë ne i kemi nderuar bita Ademit, u kemi bërë të mundur që të udhëtojnë në tokë dhe në det, u kemi dhënë ushqime të mira të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar. Përgjigja e kësaj pyetjeje qartësohet me një shpjegim dhe ai është se njeriu ka dy dimensione. Për këtë shkak mund të arrijë shkallën më të lartë dhe mund të bjerë më poshtë se kafshët. Nëse njeriu edukohet me edukues hyjnor dhe përdor arsyen e tij, atëherë do të jetë prej të mirëve dhe të përzgjedhurve. Por nëse njeriu do t'u kthej krahët këtyre dhe nuk do të ketë punë me besimin dhe me moralin e pastër, atëherë ai njeri do të jetë arrogant, koprac, jo besimtar e të tjerë. Në këtë rast, midis ajeteve nuk do të ketë asnjë lloj përplasje, sepse secili prej ajeteve shikon njeriun sipas dimensionit të tij. Në brendësitë e natyrës së njeriu janë mbjell rrënjët e të gjithë të mirave, krenaritë e cilësitë, ashtu sikurse njeriu duhet të ketë përgatitje për të kundërtën e këtyre mirësive dhe cilësive, ndaj asnjë krijesë në këtë botë nuk do të kishte kaq largësi me harkun, ngjitës dhe shpalljen. 3. Madhështia e xhihadit. Në Kuranin e Shenjtë është folur shumë për çështjen e xhihadit dhe madhështinë e tij në rrugën e Allahut, por ndoshta asku nuk është cituar me kaq madhështi kjo çështje, sa edhe frymëmarrja e kuajve të jetë përmendur. Gjithashtu, asgjëkund nuk është folur për shkëndijat dhe xizat që ata lëshojnë, tymi dhe pluhuri që krijohet për shkak të ecjes së tyre nuk përmendet. Në këtë surë është cituar me shumë madhështi saqë betimet janë për to. Veçanërisht shpejtësia e tyre që është një ndër shkaqet e fitores, gjithashtu flitet për befasinë e cila është një tjetër shkak e fitores. Të gjitha këto janë mësime të xhihadit. Ajo që tërheq vëmendje në shkakun e zbritjes së surës, se Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, urdhëroi të shalohen kuajt natën dhe të përgatiten plotësisht, kur errësira u thye, fali namaz me shokët dhe me shpejtësi u nis drejt armikut për ta sulmuar, kur armiqtë u zgjuan pasi janë të lidhur dhe janë në duar të luftëtarëve islam. Ky sulm i shpejtë dhe i papritur bëri që të ketë pak të vrarë dhe betejë të përfundoi brenda disa orëve. Është e habitshme se të gjitha këto janë cituar në mënyrë të përsosur në ajetet e kësaj sureje. Është e pamundur se si kali ka të tilla cilësi dhe si çështja e shkëndijave që lindin si pasojë përplasjes së këmbëve të kuajve në përgur dhe si dheu e pluhuri që ata ngren. Ajo çka është e rëndësishme dhe përbën temë diskutimi është çështja e xhihadit dhe më pas mjetet e tij. Të gjitha mjetet e luftrave të ditëve të sotme përfshihen në të. Gjithashtu në ajetin 60 të surës El-Enfal flitet për kuajt, të gjitha këto janë cituar në mënyrë të përgjithshme. O Allah, na jep mundësinë e xhihadit dhe të bujarisë në rrugën dhe kënaqësinë tënde. O Allah, bëj që egoja e mosbesimit të jetë larg nesh. O Allah, ti je në dieni të çdo sekreti që ne mbartim në zemrat tona, të lutemi të sillesh me butësi ndaj nesh. Amin. Ya Rabbel Alamin.